është apo jo vendimi i presidentit kushtetues? Në fakt, jo vetëm për Veliajn, po për çdo që ndodhet me pranga nduar dhe pas hekurave, kur viktimizohen është normale që ne t'ja pranojmë viktimizimin, se sot është njerëzore. Sot po na viktimizohen ato që na vjedhin, na shkelin me këmbë dhe në fund të ditës na viktimizohen. I ke parë se si cilën. Ofendohen po t'i shash hajdut. Ofendohen po t'i thuash të vërtetën. Dhe ndërkohë unë nuk mendoj që Veliaj, siç e pash skenën, ktheu kokën për t'u parë nga kamera. Veliaj di që sot është në vëmendjen absolute të kamerave. Madje mendoj që arritja saj që tha kur të reagoj unë, tha ti do jesh lajmi i fundit, dhe sot, me thënë të drejtën, lajmi i parë është le të dali Rama me Macronin e me bashortin e Macronit, sot lajmi kryesor është... bëjmë dhe spekulime ndërkombëtare dhe le të rrim kallet tona. Është jo, të thash dhe një herë, është vetë Erion Veliaj. Ndërkohë unë mendova, e pash, si një reagim për të parë kush janë njerëzit për ta mbështetur, sepse ka një situatë drastike nga data 11 shkurt deri më sot, ku u thyen kangjëllat, u kërcënuan gjyqtar dhe prokuror, dhe ndërkohë sot Veliaj, jo sot, ka kohë që Velia është i braktisur, është vetëm, u braktis në ato vendim në këndvështrimin tim antiligjor dhe antikushtetues të Këshillit Bashkiak, nga 90% atyre njerëzve që i kishte emëruar vetë Erion Veliaj. I kishte përzgjedhur fiks me dorën dhe dëshirën e tij. Ndërkohë që më ngasmoi pyetja që i bëre Klajdit për kush e përfaqëson Edi Ramën. Sot Edi Ramën e përfaqëson shumica e anëtarëve të trupit gjykues. Ato janë avokatët e Edi Ramës. Ato kanë qenë avokatët e Edi Ramës në çdo shkelje dhe grabitje të pasurisë publike, duke filluar që nga porti Durrësit, tek afera kriminale e Butrintit, duke vazhduar, sepse ndoqja dhe emisionin, e dini që unë jam një nga fanset më të zjarta të emisionit, e ndoqja dhe atë kronikën që kishit bërë për manastirin, ku në fakt e kemi ngritur me zët fort situatën që po ndodh në të gjithë Shqipërinë. Dhe prandaj them, këta janë avokatët e Edi Ramës, madje unë dua ta çoj pak më shumë, këta gjyqtar që morën një vendim ato, se ato kujtojnë se e morën në fakt kundra Sonila Betjes. Po, shkurtuan dhe ditë veta. Do me thënë, ato janë si puna atyre... Vlen shpreja marrë nga ditë tona në të rast. Fiks, rofsh Samalet. Jemi në një situatë ku gjyqtarët kushtetues, që janë niveli më i lartë juridik i Shqipërisë, në vend që të lexojnë ligjin, në vend që të zbatojnë kushtetutën, zbatojnë urdhrat politik dhe i thojnë Edi Ramës, ne për ty jemi gati, jo vendimet që nuk diskutojnë, po ne jemi gati të marrim edhe ditët e mandatit ton edhe t'i dhurojmë. Në këtë kontekst, vendimi i sotëm i kushtetuesës është pak i palexueshëm, sepse gjithçka po ecte sipas vullnetit të kryeministrit. Këshilli Bashkiak mori atë vullnet, erdhi te kërkesa e opozitës 6 muaj me vonesë, Këshilli i Ministrave mori atë vendim duke miratuar dhe presidenti dekretoi datën e zgjedhjeve. Kushtetuesja rrëzoi atë dekret.